Rikthehemi në episodin e radhës të ProLiq Podcast. Është i radhës, por është dhe i veçantë sepse është i fundit për këtë sezon. Dhe këtë episod të fundit të ProLiq Podcast kam zgjedhur ta mbyll me një mikeshën time të hershme, e cila ushtron profesionin e avokatit në Mbretërinë e Bashkuar dhe merret me çështjet e migracionit, Daniela Dallashi. Daniela, mirë se erdhe. Përshëndetje. Dhe është një kënaqësi shumë e veçantë që sot, pas shumë vitesh, takojmë në këtë studio bashkë. Dhe në këto dimensione profesionale. Të falenderoj për prezencën, është kënaqësi e veçantë edhe për mua. Si lindi studioja jote dhe pse vendose të përfshihesh në Angli në fushën e migracionit? Atëherë, Legal ID, platforma që unë kam krijuar para 3 viteve, ka lindur në mënyrë shumë natyrale. Ndërkohë që merresha me çështjet e migracionit, unë kam rreth 7 vite që punoj në fushën e drejtësisë në Angli, por e fokusuar më shumë tek emigracioni, dhe duke punuar çdo ditë nga afër i shikoja problematikat, sidomos të komunitetit shqiptar. Aty gjeta një hapësirë boshe që mendova se ka nevojë të rregullohet në një farë mënyre. Dhe kështu fillova të prodhoj content që bazohej kryesisht tek informacionet, ndryshimet ligjore, të thëna në mënyrë të thjeshtësuar, për të informuar dhe edukuar në një farë mënyre komunitetin shqiptar në Angli. Nuk e mendoja që do kishte apo do merrte këtë lloj përmase në fillim, megjithatë ishte një kënaqësi shumë e madhe dhe edhe sot që vazhdoj ta bëj, marr një kënaqësi shumë e madhe nga feedbacku që marr nga njerëzit. Sepse realisht ajo platforma që ti ke ndërtuar është një dritare shumë e mirë informuese për gjithë shqiptarët që emigrojnë drejt Anglisë. Edhe më beso, lehtëson shumë punë në momentin që marrin një informacion ashtu siç ti e jep në gjuhë të thjeshtë, por edhe ligjore, patjetër. Çfarë e bën emigracionin një fushë kaq emocionale dhe personale për klientët, Daniela? Emigracioni është një fushë shumë e gjerë, por në thelb ka njeriu dhe vështirësitë e tij për të rregulluar statusin për të qëndruar në një vend. Pra, nuk ka thjesht të bëj me procedurë, me aplikime. Ti ke të bësh me një nën që me zgjidhë gjuminatën se të nesërmen home office mund ta dëboj. Ke të bësh me një djalë, me një baba që mund të ketë vite, 10 vite që s'ka parë fëmijën, dhe mendon se një ditë do ta rregulloj statusin, do ketë mundësi të bashkohet me familjen e vet. Pra, ke të bësh me këta persona që duan të kenë një zgjidhje për të ardhmen e tyre, jetojnë në pasiguri. Dhe thjesht fakti që ti dedikohesh dhe në fund arrin një rezultat për ata dhe satisfaksioni që merr është aq i madh sa të shtyn ty që mos ta lësh dot këtë fushë të emigracionit, të kaplon në një farë mënyre dhe të lidh shumë me njeriu, me klientin. Çfarë flasin realisht statistikat e shtetit anglez për emigrantët shqiptar që tashmë duhet ta pranojmë që prej viteve 90 dhe në vijim e kanë zgjedhur Anglinë si një destinacion në dukje të paktën të sigurt për ta dhe atë që kanë dashur ata të zhvillojnë tek vetja e tyre? Komuniteti shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar është relativisht i lartë. Okej, po ta krahasojmë me nacionalitetet të tjera, nuk krahasohet. Është shumë i vogël. Dhe ndonjëherë kur shikojmë ato lajmet në media, kur që flasim për shqiptarët shkojnë atje në mënyrë ilegale, është më shumë e pompuar si informacion. Okej, shqiptarët kanë emigruar në Angli gati përpara 30 viteve. Po flas ata në mënyrë masive. Por edhe sot prap vendosin që të emigrojnë atje, sepse shikojnë si një vend që ka oportunitete, ka mundësi për të zhvilluar, për të punuar, për të jetuar me familjet e tyre. Më përpara, normalisht llojet e aplikimeve apo tendenca e njerëzve ishte që të kërkonin azil politik. Kjo edhe për shkak të destabilitetit që shteti ynë ka pasur, po flas për vitet 96, 97, 98. Megjithatë, në vitet e fundit, tendenca është e njerëzve për të punuar atje, për të bashkuar me partnerin e tyre, për të studiuar,
Pra, shohin rrugë të tjera se si të vinë. Por krahasimisht me vitet më përpara, numri sot është pak më i vogël dhe ka rënë. A të ka ndodhur të refuzosh raste të personave që janë adresuar për zgjidhje tek ty dhe në cilat raste Daniela thot jo, kjo gjëja nuk mund të zgjidhet? Ka pasur raste në punën time. Zakonisht njerëzit kanë tendencën që të marrin fillimisht informacionin nga një i njohur, nga një shok, nga një kushëri që i thot, po dhe çështja ime është njësoj, kjo punë bëhet. Dhe kur vinë të takojnë, vinë me atë idenë që ti do ma zgjidhësh sepse kjo gjë është e zgjidhshme. Dhe kur ti pastaj futesh në detaje, shikon, më ka ndodhur që kam parë dokumentacionin, kam parë që ka qenë i paplot, apo historiku i emigracionit ka qenë problematik dhe koha nuk ka qenë e përshtatshme për të aplikuar. Ja kam thënë, në parimin tim në punë jam shumë e drejtë për drejtë dhe nuk më pëlqen të flas me lule, të iluzionoj njerëzit, apo të them, mos e vrit mendje se kjo gjë është e bëshme. Jo, sepse kur unë e di që ajo përfundimi në fund nuk do jetë ajo çfarë klienti kërkon, preferoj më mirë mos të futem fare çështjes dhe ta stopoj aty, sesa të ndërmarr një çështje kur e di që nuk ka sukses. Por, do të them dhe diçka që normalisht çdo çështje ka një zgjidhje. Por ka disa elementë që ndoshta e stopojnë për momentin. Prandaj mund të ketë raste që duhet pritur pak kohë. Kështu që preferoj ti këshilloj të presin, të ndalojnë dhe kur ti momenti i duhur ta bëjnë aplikimin, që dhe kushtet do jenë plotësuar dhe suksesi do jetë më i garantuar. Cili është rasti që ty të ka bërë më shumë përshtypje apo të ka lënë më shumë gjurmë në kujtesë nga të gjitha rastet e shqiptarëve që ti ke trajtuar në Angli? Ka pasur shumë raste që kanë qenë të vështira dhe kanë ndikuar disi në mënyrën time të menduarit. Po një nga rastet që do të veçoja, ka qenë rasti një kliente me cilën kisha një çështje që po e ndiqja. Dhe ndërkohë, një ditë, ajo më merr në telefon edhe më thotë, Daniela, unë jam në spital, unë jam në gjendje shumë të keqe, të shëndetit, nuk kam më kohë, kam mbetur shumë pa kohë, por unë dua të shikoj nënën. Dhe të lutem, ma sill. Dhe mua natyrisht që jam gëzuar te masa, që unë arrita që ta sillja nënën e saj, pas 2 javësh që ajo ta shikonte, ajo pati mundësi të kalonte disa kohë me të, përpara se ndroi jetë. Po ajo ka qenë një nga rastet, domethënë që më ka prekur shumë, edhe dhe raste si ajo nuk janë raste të vetme, ka shumë raste të tilla. Dhe kur shikon që ti je në një shtet tjetër që je vetëm 2 orë larg dhe nuk ke mundësi të bashkohesh me njeriu tënd për shkak të një dokumentacioni, qoftë për një hall, për një problem, kjo është edhe shtetmeshme, është shumë e vështirë. Do të thonë emigracioni në vetvete vazhdon ngelet një plagë e hapur e shoqërisë tonë shqiptare. Cilat janë format e ligjshme që ti do të rekomandoje për të gjithë shtetat shqiptare që e shikojnë Anglinë si një opsion për të punuar apo nuk di dhe për raste të ngjashme? Çfarë do të këshilloje? Anglia nuk është një vend i mbyllur, pra ka shumë mënyra ligjore që ti mund të ndjekësh për të ardhur. Por kjo varet nga rrethanat e tua, pra jo çdo rrugë është e përshtatshme për çdo. Nëse synimi jot është të vizitosh Anglinë, sepse për të thënë vërtetën, ka vende të bukura, ka histori, dhe do të vish, është viza turistike. Ama nëse synimi jot është më afatgjat, ti do të jetosh atje, do të punosh, natyrisht skilled worker visa apo viza e punës do të hyjë në ndihmë. Nëse do të ndjekësh studimet, është viza studentore, e cila më pas të jep edhe mundësinë për të jetuar atje 1 vit e gjys, që ti të shikosh tregun e punës në Angli dhe të shikosh në një mënyrë tjetër, pastaj për të qëndruar. Ndërkohë për personat që duan të bashkohen me familjar, me partnerin apo partneren e tyre, janë të gjitha viza për bashkim familjar që i vjen në ndihmë.
Pastaj ka dhe viza të tjera për kompani që duan të transferohen atje apo duan të krijojnë një biznes. Pra ka rrugë të ndryshme, por varet nga qëllimi jo, çfarë qëllimi ke ti? Daniela, ka ngelur pak ai mentaliteti i shtetasve shqiptar që shkojnë në Angli për të pretenduar një martesë me një shtetas të atij vendi. A funksionon sot kjo mënyrë? Si e sheti këtë si fenomen? Ka pasur dhe natyrisht besoj dhe gjithë njerëzit kanë dëgjuar dhe lajme kanë qenë të pafundme lajmet për këto. Jo, të fakti që ti martohesh me një shtetas britanik, jo domosdoshmërisht të jep ty të drejtën për të jetuar në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo po themi është si maja e icebergut. Ti për të bashkuar me partnerin tënd duhet të plotësosh 10 kritere të tjera, të cilat janë e para dhe më e rëndësishmja është kriteri financiar. Pra, partneri yt duhet të sponsorizojë, duhet të provojë që ai në fund vitit fiton të ardhurat të mjaftueshme, të cilat e kalojnë pragun 29.000 pound. Gjithashtu, ti do duhet të provosh që ti ke njohje të gjuhës angleze. Okej, niveli nuk është shumë i lartë, është niveli fillestar. Megjithatë, pra do duhet të ndërmarrësh testin e anglishtes. Gjithashtu, duhet të provosh që ti je në një marrëdhënie të vërtetë me personin në fjalë. Pra, keni kohë që njiheni, ka evidenca që e vërtetojnë vërtetësinë e marrëdhënies suaj. Dhe synimi juaj është që të jetoni në mënyrë të përhershme në Angli. Pra, këto kriteri janë shumë të rëndësishme, që duhen plotësuar me do e mos për të pasur një aplikim suksesshëm. Gjithashtu nga ana tjetër, një kriter që është përsëri shumë i rëndësishëm ka të bëjë me karakterin e njeriut. Pra ti duhet të tregosh që nuk e pasur vepra penale, nuk ke probleme me shtetin, nuk e pasur probleme me emigracionin. Se çfarë ka ndodhur? Ka pasur shumë individ që kanë ardhur në Angli më përpara në mënyrë ilegale, janë kthyer në Shqipëri dhe kanë vendosur ta bëjnë një aplikim, të aplikojnë nga këtu. Me ndryshimet ligjore, ata marrin një ekspuls 1 vjeçar, pra duhet të presin pak kohë përpara se të aplikojnë për të ardhur përsëri në Angli, tashmë në mënyrë ligjore. Pra, janë një sër kriteresh që duhet të merren parasysh përpara se të bëhet ky aplikim, në mënyrë që të garantohet dhe suksesi. Pse dështojnë realisht aplikimet nga ato për viza turistike drejt Anglisë dhe aplikimet të tjera? Çfarë gabimesh bëhen në anën procedurale të aplikimeve që njerëzit duhet kenë parasysh që mos t'i bëjnë, që t'i evitojnë vonesat në procedura? Njerëzit kur aplikojnë për vizë turistike, ka të mentalitetin, shiko se un kam lek në bank, kështu që duhet ta marr vizën, pse mos ta marr vizën? Ose kam një person që më bën ftesën nga atje, vizën e kam të garantuar, sepse ai person është anglez, ka letra të përhershme, jeton atje në mënyrë të rregullt. Jo, këto dy elemente janë të rëndësishme, por jo në këtë lloj pikpamje. Për të pasur një aplikim të suksesshëm, ti duhet në një farë mënyrë ti tregosh oficerit të emigracionit që të shikon aplikimin se qëllimi yt është të vish të vizitosh Anglin, por ti ke lidhje të forta me Shqipërinë. Pra ke lidhje të forta financiare, je në një punë të vazhdueshme. Ke prona, të cilat ti ke me qira, merr të ardhura të vazhdueshme nga këto. Ke lidhje sociale të forta, ke familjen, mund të kesh fëmijën, ke prindin, ke nënën. Pra, janë këto elemente në dukje jo të rëndësishme, por janë shumë të rëndësishme, për të vërtetuar se ti në fund të udhëtimit do të kthehesh. Një gabim që unë kam bërë re gjatë punës sime është se aplikantët përpara se të aplikojnë mundohen të depozitojnë shuma të mëdha parash në bank. 2.000 euro, 3.000 euro dhe thonë, okay, tani shiko se unë kam të ardhura. Por jo, ti duhet vërtetosh burimin nga të vinë këto të ardhura. Të ardhurat në bank duhet të tregohen që janë në mënyrë të vazhdueshme, aty duhet të tregohen dhe shpenzimet, por natyrisht këto shpenzime nuk mund t'i kalojnë të ardhurat që ti merr. Dhe gjithashtu duhet vërtetosh që, pra që thash, je në marrëdhënie të vazhdueshme, qoftë në punë, qoftë me studimet, pra ti po bën diçka në vendin tënd që është arsye fort e jotja për t'u kthyer më pas. Gjithë dilema është tek ajo
ideja që mund të kthehesh në vendin tënd ose po ikën për të mos të kthyer. Frika e gjithë autoriteteve kur shikojnë shtetet shqiptar. Duhet thënë diçka që vizat turistike, unë them shpesh në një mënyrë janë disi subjektive. Pra, ai oficer migracionit e shikon dokumentacionin tënd dhe shenja hapësirë që ja ngre dyshime, tendencën e ka shumë të lartë për ta refuzuar aplikimin. Sepse është një aplikim që nuk apelohet. Nëse ti do ta kundërshtosh atë vendim, do të duhet të shkosh në instancat të larta, të gjykatës së lartë. Le të flasim për skilled worker visa. A mund të vi dikush legalisht në Angli për punë dhe si funksionon kjo rrugë ligjore? Po, patjetër. Nëse një person është profesionist, ka një profesion që aktualisht në Angli kërkohet, është një listë profesionesh në Angli që Home Office i nxjerr i çdo vit. Mund të japim ndonjë orientim për sa i takon këtyre profesioneve për gjithë ata që janë të interesuar? Po, kryesisht janë profesionet inxhinierike, profesionet IT-s, banking, llogaritar, accountant. Janë profesione që ty të duhet diploma universitare. Ndërkohë, është një listë tjetër, si një shtojc, që kjo është me profesione që kërkohen në mënyrë të përkohshme. Nuk kuptoj me këtë, në një moment të caktuar, kur Home Office shikon se ka mungesë, po themi, ka mungesë bojaxhish, apo persona që punojnë në ndërtim, i fut në këtë listë dhe ti mund të aplikosh. Po diferenca vetëm është që këto profesione që janë në këtë listën e përkohshme nuk i japin të drejtën për të jetuar në mënyrë të përhershme në Angli. Dhe në momentin që ti shikon se profesioni që ti ke përfshihet në këtë listë dhe ke kualifikimin e duhur, pra kualifikimet e tua i përshtaten profesionit, se kemi dhe raste kur për shembull këtu ka shumë elektricist, por ndërkohë nuk është se kanë bërë studime, por thjesht e kanë nga eksperjenca. Kjo nuk e kualifikon atë. Ai duhet vërtetoj që mund të ketë certifikata, është trajnuar, ka marrë edukimin e duhur për këtë profesion, që të aplikoj. Dhe përveç kësaj, natyrisht duhet edhe njohja e gjuhës angleze, që tashmë ka ndryshuar dhe ka shkuar në nivelin B2. Pra është nivel pak mbi mesataren që kërkohet. Dhe duke patur këto kualifikime, hapi tjetër pastaj është të gjehet puna. Ati ka kompani që janë të sponsorizuar dhe ofrojnë punësim për personat nga jashtë. Dhe në momentin që ti e fiton vendin e punës, ata të lëshojnë një certifikat sponsorizimi, që ty më pas të jep të drejtën për të aplikuar për vizën. Dhe në varësi të kontratës që ti merr, që mund të jetë 2 vjeçare, 3 vjeçare, 5 vjeçare, bëhet dhe aplikimi dhe merret edhe kozgjatja e vizës. A mundet një biznes shqiptar që është nga Shqipëria të hapet dhe të vi të zgjerohet në shteten angles përmes emigracionit? Emigracioni biznesit, e thënë në Shqip, është një fushë që është goxha e zgjeruar në Angli. Dhe ka shumë biznese që vinë, kryesisht nga Azia, që vinë dhe operojnë në Angli. Nëse një biznes shqiptar që është ligjor, ka vite, ka kohë që është i established ose i themeluar këtu në Shqipëri, ka për qëllim që të zhvillohet, të zgjerojë biznesin, të hapi një deg në Mbretërinë e Bashkuar, mund të vijë atje, të krijojë prezencën e tij fizike, por fillimisht bëhet duke sjellë një delegues, që mund të jetë një menaxher i kompanisë, një person që ka një rol menaxhues të lartë në kompani, dhe vjen atje nëpërmjet UK Expansion Visa. Ai vjen në Angli, krijon degën e biznesit, e hap dhe më pas natyrisht kompania duhet të fillojë të punojë, të gjenerojë të ardhura dhe nëse është zhvilluar, ka parë që kjo po funksionon, po hecën,
kompania më pas mund të marrë licencën e sponsorshipit dhe të marrë dhe punonjës të tjerë. Do me thënë, mbas momentit që një kompani shqiptare që vjen edhe zgjeron veprimtarinë e saj në Angli, merr licencën e sponsorshipit, çfarë facilitetesh ka më pas mbas këtij procesi për këtë biznes? Tani, për sa i përket anës ekonomike, kjo duhet parë biznesi se çfarë veprimtarie ushtron. Dhe fillimisht unë do i këshilloja që ata të vinin vetë personalisht për të parë një herë tregun e punës, pra që a ka hapësirë për ata. Okej, duhet thënë që tregu në anglisht nga tregjet më të mëdhaja. Por për veprimtarinë specifike që ato duan të zhvillojnë, duhet të vinë në Angli për të parë se si funksionojnë. Dhe nga ana fiskale, ana e taksave, sa përqind do taksohen dhe a do ketë leverdi për ta. Kur dikush merr një refuzim nga home office, çfarë duhet ketë parasysh ai për ta kundërshtuar këtë refuzim? Ajo gjë e parë që duhet bëj është të mos panikoj dhe mos mendoj që kjo është fundi. Dhe mos filloj që thoti po fajin e ka home office, fajin e ka avokati, duhet të ulet dhe të flasi. Gjëja e parë që një person duhet të bëjë në momentin që merr refuzimin është të mos panikoj, se nuk është se zgjidh gjë. Çdo gjë ka zgjidhje dhe refuzimi. Por duhet ulur me avokatin e tij dhe duhem parë se cilat janë bazat që home office ka përdorur për të refuzuar aplikimin. Në këtë raste, normalisht rruga që ndiqet është të bëhet një aplikim i ri. Kjo për të mos humbur kohë. Sepse duhet të thënë procesi i apelit vonon. Nëse aplikimi është refuzuar për shkak të suitability, pra për shkak të karakterit të personit, siç e përmendëm përpara, ky person ka pasur në historikun e tij hyrje të paligjshme, vepra penale, home office mendon që ai ka vepruar në mënyrë të tillë që e ka frustruar sistemin e migracionit. Në këtë raste, zgjidhja e duhur është për të ndjekur procesin gjyqësor. Dhe për aplikimet nga brenda Anglisë, afati procedurial është 14 ditë, ndërkohë për aplikimet jashtë saj është 28 ditë. Do të thënë që procesi i apelit është disi i gjatë, sidomos këtë periudhë sepse gjykatat kanë një numër të madh aplikimesh dhe refuzimesh që po shqyrtojnë. Megjithatë, çdo refuzim ka një zgjidhje. Prandaj asnjëherë nuk duhet të humbin shpresat apo të shfryn apo të bëhet fillojnë dhe të fajsojnë një home office apo avokatin, duhet fokusohen tek zgjidhja. Daniela, për personat që zgjedhin të vinë në mënyrë ilegale drejt shtetit të Anglisë, a ka ndonjë mundësi legale për ta vazhduar qëndrimin e tyre atje duke respektuar dhe zbatuar ligjin, ose për personat që zgjedhin të vinë me vizë turistike dhe vendosin duke qëndruar aty gjatë qëndrimit që ata kanë vizën të qëndrojnë për më gjatë në Angli? Cilat janë rrugët ligjore që këta duhet kemë parasysh për të ndjekur? Ta nis nga fundi. Sepse këtë pyetje sidomos e marr shumë, personat që vinë me vizë turistike, fatkeqësisht nuk kanë të drejtë për të qëndruar në Angli, për të aplikuar për një lloj vize tjetër. Sepse në thelb, qëllimi i vizës turistike është që ti të vish, të kalosh disa ditë bukura me familjen të afërm apo thjesht vizitosh Anglinë dhe të kthehesh. Prandaj, nëse ke synim për të bërë një aplikim, duhet të kthehesh në Shqipëri dhe ta bësh nga Shqipëria. Ndërkohë që për personat që vinë në mënyrë ilegale, që ka goxha në numër, duhet të thënë, unë së pari do i këshilloja, të paktën që nga këtej e tuti për ata që do të dëgjojnë këtë podcast, të mundohen të shikojnë rrugët legale për të ardhur. Sepse ti duke ndjekur atë mënyrën ilegale, i ke hequr në një farë mënyrë vetes shumë shanse të rrugëve të tjera legale për t'i përdorur dhe ardhur. Megjithatë, nëse ti je në Mbretërinë e Bashkuar dhe po mundohesh të rregullosh qëndrimin, për këta persona, rrugët që janë lidhen ose me të drejtën familjare, pra ti duhet vërtetosh që ka disa rrethana shumë compassionate që ty nuk të lejojnë dot të kthesh në Shqipëri, ta bësh aplikimin nga atje. Pra, është një aplikim që konsiderohet jashtë rregullave. Dhe ti duhet vërtetosh se
pra ka disa rrethana dhe barriera shumë të mëdha që ty nuk të lejon të aplikosh nga Shqipëria. Dhe këto kryesisht janë aplikime të prindërve kur kanë fëmijë në Angli, që mund të jenë British, mund të jenë settled në Angli, apo kanë partneren dhe partneri është një gjendje jo të mirë shëndetësore, ata duhet kujdesen për të, në të lloj rastesh e bën aplikimin nga atje. Ti je në këto rrugë dhe mendon të aplikosh për një vis pune, ke gjetur një mundësi, apo ti nuk ke fëmijë, po ke partneren dhe do të aplikosh për bashkim familjar. Në këto lloj rastesh, e mira është që të kthesh në vendin tënd të origjinës dhe ta bësh aplikimin nga atje. Ka vetëm një detaj të vogël që ka ndryshuar së fundmi, që këta persona kur kthehen në Shqipëri, po themi, në mënyrë vullnetare, me shpenzimet e tyre, duhet të presin të paktën një vit përpara se të bëjnë aplikimin. Pra, le t'i shërbej dhe si një thirrje për audiencën tonë apo për të interesuarit që duhet ta kenë parasysh këtë sepse ju ndikon në ecërinë e procedurave. Pra, duhet që pas rikthimit këtu të presin të paktën një vit për të riaplikuar. Daniela, nëse do kishe vetëm 60 sekonda për të dhënë një mesazh sensibilizues, cili do ishte mesazhi jot profesional? Ajo që do i thoja unë komunitetit shqiptar është që e para të mos trëmben nga lajmet që dëgjojnë që Anglia është shumë e vështirë, do i kthej emigrantët. Jo, vërtet ka ndryshime ligjore që ndikojnë drejt për së drejti në emigracion, megjithatë gjithmonë ka mundësi për t'u pajisur me letra. Dhe unë do i këshilloja që mos të vënohen, mos t'i lënë gjërat pas dore, por të shkojnë pas çështjes së tyre. Sepse më ndodh që njerëzit hapin një çështje dhe pastaj thonë po nuk kam më shpresa dhe e lën. Mos e shkojnë në Angli dhe pastaj ta gjejnë veten mbas 5 vitesh duke u munduar që të rregullojnë qëndrimin. Jo, duhet gjithmonë të drejtohen tek një profesionist dhe të shikojnë se si mund të zgjidhin çështjen e tyre që të kenë sukses, të marrin letrat dhe pastaj të fillojnë një kapitull të ri, që vetëm apo me familjen e tyre. Nëse njerëzit duan të gjejnë, ku mund të adresohen për të kontaktuar ty në studion tënde në Londër për të dhënë zgjidhje problemeve që ata mund të kenë me dokumentacionin e qëndrimit atje? Për të gjithë ata që në ndjekin, mund të na kontaktojnë në adresën e emailit legalidilo@gmail.com, por gjithashtu mund të na kontaktojnë dhe në platformat tona, qoftë në Instagram, në TikTok, ose në numrin e telefonit 020-3232-2135. Daniela, të falenderoj shumë për prezencën tënde këtu, edhe vlerësoj shumë ndihmën që ti u jep shqiptarëve që gjenden në Angli për procedurat që ata duhet të ndjekin në shtetin e huaj, dhe të uroj shumë suksese në vazhdimsi. Shumë faleminderit, edhe unë ty të uroj shumë suksese në këtë nisë që ke marrë. Ky kontribut joti do i vlej shumë komunitetit shqiptar këtu në Shqipëri. Të falenderoj shumë. ProLigj Podcast nisi duke pasur si frymëzim pikërisht ligjin. Nga eksperienca ime personale, por kryesisht ajo profesionale, kam kuptuar se kur bëhet fjalë për fjalën ligj, njerëzit e kanë tabu. Dhe me këtë format, nga fillimi, kam synuar ta zbej tabun që njerëzit kanë mbi ligjin. Në këto 12 vite eksperiencë profesionale si juriste, kam takuar shumë njerëz me shumë ngjyra dhe shumë dimensione profesionale. Dhe kam kuptuar që duhet të respektoj kufijt etik dhe ato profesional. Dhe si rezultati kësaj, kam prodhuar këtë format, që sot ka shkuar përtej meje dhe më ka ngritur në një tjetër dimension personal. Sistemet nuk janë të thjeshta. Ato shpeshherë janë të komplikuara dhe ngjallin pa kënaqësi, ngjallin rebelim masiv. Në dukje, të qenit profesionist i fushës ligjore është një fushë prestigjioze, por shpeshherë edhe e paragjykuar. Kjo vjen si rezultat i ushtrimit të funksioneve, qoftë një gjyqtari, prokurori, avokati, por në thelb të një juristi, sepse shpesh nuk sillet pasoja që palët presin apo rezultati që palët presin.
dhe në këtë formë shkaktohet rebelim shpeshherë masiv, që shkon përtej problemit njerëzor. Dhe nga ana tjetër, kur rezultati është ai që pritet, shkaktohet ajo që quhet besim tek drejtësia. Aktualisht njerëzit kanë besim te sistemi i drejtësisë, dhe kjo është një gjë shumë e vyer. Besimi në drejtësi nuk duhet jetë kurrësi një luks. Të bësh ligje dhe t'i zbatosh ato, mbi të gjitha do të thotë të respektosh parimet bazë të kushtetutës, që ligji të jetë i barabartë, të jetë proporcional dhe i paanshëm për të gjithë. Kur e nisa këtë format, nuk arrita kurrë si të parashikoja suksesin që ai do të kishte dhe sa larg do të shkonte tek ajo që ne rëndom e quajmë audiencë. Sepse kjo e fundit shpeshherë është mësuar të ushqehet me informacione roz, të cilat nuk e vetë përmirësojnë shoqërinë në thelb. ProLigj erdhi si një format ndryshe, me qëllimin fillestar dhe të vazhdueshëm për të edukuar ligjërisht sa më shumë shoqërinë tonë, e cila fatkeqësisht është gjithmonë një shoqëri në zhvillim. Dhe unë këtë kam synuar nga fillimi, që ProLigj t'ju shërbente të gjithëve. Jam e lumtur që në fund të këtij sezoni vlerësoj dhe gjykoj se misioni i këtij formati është përmbushur. Dhe është pikërisht kjo arritje që mua më bën të kem vazhdimsi. Në fund të këtij sezoni dua me gjithë zemër të falenderoj të gjithë të ftuarit që i kanë thënë po ftesës time. Çdo profesionist i fushës ligjore, por jo vetëm, që ka ardhur në këtë format dhe ka dhënë kontributin e tij profesional të çmuar. Edhe të tjerë të ftuar do të kemi në sezonin e ardhshëm. Larmishmëri, elemente të tjera që do t'i shtohen këtij formati, por në thelb ProLigj do të ngelet një format që është gjithmonë i dedikuar për ligjin. Një format informues, që e flet gjuhën e ligjit thjesht, praktik, me shpresën se ne arrim t'i ndihmojmë të gjithë. Falenderoj me gjithë zemër sponsorat e këtij formati, të cilët nuk nguruan të besonin tek vizioni afatgjat i ProLigj Podcast. Do t'u jem mirënjohëse gjithmonë. Gjithashtu dua të falenderoj stafin teknik, të cilët kanë dhënë një kontribut të vyer profesional për të realizuar ProLigjin pikërisht në formën që unë e përshkrova, në formën që unë e ëndrrova dhe arritëm së bashku ta materializonim. Ky rrugtim nuk ndalet këtu, sepse ProLigj për mua është një kontratë morale dhe profesionale që unë kam bërë me audiencën time. Dhe kjo do të thotë që është një kontratë që do të vazhdojë gjatë. Në sezonin tjetër do të rikthehemi me elementë të rinj. Deri atëherë, uroj që të keni sa më shumë qetësi dhe sa më pak ose as pak konflikt me ligjin. Rikthehemi në shtator. Faleminderit nga zemra nga unë Esmeralda Beka.